Rreziqet nga ajri i kondicionuar, sëmundjet e fytit dhe dhimbjet e kurrizit. Ajri i kondicionuar është bërë një pjesë e pandashme e jetës moderne, sidomos gjatë muajve të nxehtë të verës. Ai përdoret në shtëpi, zyra, automjete, qendra tregtare dhe pothuajse në çdo ambient të mbyllur për të krijuar kushte më të rehatshme. Megjithatë, përdorimi i pakujdesshëm apo i zgjatur i kondicionerit mund të sjellë pasoja të ndryshme për shëndetin tonë. Dy nga problematikat më të zakonshme që lidhen me ekspozimin ndaj ajrit të kondicionuar janë sëmundjet e fytit dhe dhimbjet e kurrizit. Edhe pse kondicioneri nuk është shkaku i drejtë i infeksioneve apo problemeve muskoskeletore, mënyra se si përdoret mund të krijojë kushte që favorizojnë shfaqjen e tyre. Por si ndikon ajri i kondicionuar në organizëm? Kondicioneri funksionon duke ulur temperaturën dhe lagështinë e ajrit. Kjo krijon një ambient të freskët, por në të njëjtën kohë mund të ndikojë në mukozën e hundës, gojës dhe fytit, si edhe në muskujt dhe nyjet. Kur kalojmë shpesh nga temperatura shumë të larta jashtë në ambiente shumë të ftohta brenda, organizmi përballet me një ndryshim të menjëhershëm termik. Ky kontrast mund të ndikojë në sistemin imunitar lokal dhe të shkaktojë shqetësime të ndryshme. Sëmundjet e fytit të lidhura me ajrin e kondicionuar. Së pari përmendim tharjen e fytit. Një nga efektet më të zakonshme është tharja e mukozës së fytit. Ajri i ftohtë dhe lagështia e ulët zvogëlojnë lagështinë natyrale të rrugëve të frymarrjes. Në simptomat mund të shikojmë ndjesi gërvishtjeje në fyt, vështirësi gjatë gëlltitjes, koll të thatë dhe zë të ngjirur. Së dyti do të përmendim faringitin. Ekspozimi i vazhdueshëm ndaj ajrit shumë të ftohtë mund të irritojë mukozën e fytit dhe të favorizojë zhvillimin e faringitit. Shenjat më të zakonshme janë dhimbje fyti, skuqje fyti, djegje gjatë gëlltitjes dhe kolla. Në shumë raste problemi nuk shkaktohet nga vetë kondicioneri, por nga fakti që mukoza e irrituar bëhet më e prekshme ndaj viruseve. Së treti do të përmendim tonsilitin. Tek personat që kanë bajame të ndjeshme, ajri shumë i ftohtë mund të përkeqësojë simptomat ose të favorizojë infeksione të përsëritura. Simptomat në këtë rast janë temperaturë, dhimbje e fortë gjatë gëlltitjes, bajame të enjtura dhe frymëmarrje me aromë të keqe. Së katërti, sinusiti dhe problemet e hundës. Ajri i thatë mund të irritojë hundën dhe sinuset, duke shkaktuar në këtë rast bllokim të hundëve, dhimbje koke, presion në fytyrë apo sekrecione. Dhimbjet e kurrizit nga ajri i kondicionuar. Një tjetër problem shumë i zakonshëm është dhimbjet e muskujve dhe shtyllës kurrizore. Po pse ndodh kjo? Kur ajri i ftohtë bie drejt për drejt mbi qafën, shpatullat apo shpinën tonë, muskujt reagojnë duke u tkurrur. Tkurrja e vazhdueshme mund të shkaktojë kontrakturë muskulare, ngurtësi muskulare, dhimbje të forta apo kufizim të lëvizjeve. Dhimbjet e qafës. Qafa është një zonë më e prekur zakonisht tek personat të cilët mund të ndjejnë vështirësi në kthimin e kokës, dhimbje në njërin anë të qafës, tension muskulor dhe dhimbje që përhapet drejt shpatullës. Dhimbjet e shpinës. Në zyra, kondicioneri shpesh fryn drejt për drejt mbi punonjësit për disa orë rresht dhe në këtë rast mund të shkaktojë dhimbje në pjesën e sipërme të shpinës, dhimbje në mes, ngurtësi muskulare apo lodhje. Dhimbjet e mesit. Personat që kanë probleme ekzistuese me shtyllën kurrizore mund të përjetojnë përkeqësim të simptomave. Ajri i ftohtë nuk e dëmton drejt për drejt shtyllën kurrizore, por mund të rrisë tensionin muskular, duke bërë që dhimbjet të ndihen edhe më fort. Por kush rrezikohet më shumë? Grupet më të ndjeshme janë fëmijët, të moshuarit, personat me alergji, astmatikët, personat me imunitet të dobët
edhe persona që vuajnë nga reumatizma apo problemet kronike të shtyllës kurrizore. Gabimet më të zakonshme gjatë përdorimit të kondicionerit janë vendosja e temperaturës shumë e ulët. Njerëzit shpesh e vendosin kondicionerin në temperaturën 16 apo 18 gradë gjatë muajve të verës, por diferenca ideale mes temperaturës së jashtme dhe asaj të brendshme nuk duhet të jetë shumë e madhe, pasi kontrasti i fortë termik në këtë rast e vë organizmin në një stres të madh. Drejtimi i ajrit mbi trupin ton. Nëse rryma e ajrit të kondicionuar bie drejt për drejt mbi fytyrë, qafë, shpatulla apo shpinë, rritet mundësia për tension muskular dhe irritim të rrugëve të frymëmarrjes. Një tjetër problematik është mospastrimi i filtrave. Filtrat e papastër grumbullojnë mëtej në këto pluhur, polen, baktere, myk apo alergjentë. Kur kondicioneri ndizet, këto grimca përhapen në ambient dhe mund të përkeqësojnë alergjitë ose të irritojnë rrugët e frymëmarrjes. Lind pyetja, por si të mbrohemi? Për të përdorur kondicionerin në mënyrë më të sigurt, rekomandohet: mbani temperaturën rreth 24 apo 26 gradë gjatë verës. Mos lejoni që rryma e ajrit të drejtohet mbi trupin tuaj. Pastroni filtrat rregullisht sipas udhëzimeve të prodhuesit. Ajroseni ambientin çdo ditë. Pini mjaftueshëm ujë për të shmangur tharjen e mukosave. Përdorni lagështues ajri nëse ambienti ku ju qëndroni bëhet shumë i thatë. Vishni një shtresë të lehtë rrobash në ambiente shumë të ftohta. Kufizoni kalimet e menjëhershme nga temperaturat shumë të larta në ato shumë të ulta. Pyetja radhës është: kur duhet të konsultoheni me mjekun? Këshillohet të kërkoni ndihmë mjekësore nëse dhimbja e fytit vazhdon për disa ditë ose shoqërohet me temperaturë të lartë. Nëse keni vështirësi në frymëmarrje apo gëlltitje, dhimbja e qafës ose e shpinës është shumë e fortë dhe nuk përmirësohet me pushim. Nëse shfaqen pirje, dobësi në gjymtyr apo kufizim të theksuar të lëvizjeve. Simptomat përsëriten vazhdimisht sa herë që përdorni kondicionerin. Si përfundim, ajri kondicionuar është një mjet shumë i dobishëm për të përballuar temperaturat e larta dhe për të përmirësuar rehatin në ambiente të mbyllura. Megjithatë, përdorimi i tij pa kujdes mund të shoqërohet me probleme si tharje dhe irritimi i fytit, infeksione të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, si dhe dhimbje të qafës, shpinës dhe kurrizit për shkak të ekspozimit të zgjatur ndaj ajrit të ftohtë. Ndaj, me rregullimin e duhur të temperaturës, mirëmbajtjen periodike të kondicionerit dhe shmangjen e ekspozimit të drejtpërdrejtë ndaj rrymave të ajrit, shumica e këtyre problemeve të sipërpërmendura mund të parandalohen.